sa kushton realisht një ditë në Bruksel, jo versioni që shikoni në Instagram, por realiteti. Nëse qëndroni afër qendrës, dita zakonisht fillon me kafe në mëngjes. Një kafe kushton rreth 1.5 euro deri në 4 euro, ndërsa mëngjesi normal shkon diku nga 10 deri në 15 euro për person. Pjesa më e bukur e Brukselit është që shumicën e vendeve mund t'i vizitosh me këmbë. Por nëse përdor metro ose tram, bileta ditore kushton rreth 9 euro dhe mbulon gjithë transportin urban. Pastaj vjen pjesa që të gjithë duam, ushqimi. Një waffle klasik kushton nga 4 deri në 6 euro, ndërsa në vende turistike shkon edhe 8 euro nëse i shton përbërës së tjerë sipër. Patatet belge kushtojnë nga 4 deri në 5 euro dhe sinqerisht ndoshta ndër më të mirat që mund të provoni në Europë. Një birr belge në qendër kushton zakonisht nga 3 deri në 12 euro, por në zonat më turistike mund të shkojë edhe më shumë. Për drek ose dark në një restorant normal në Bruksel llogarit nga 35 deri në 40 euro për person, dhe kjo nëse viziton restorante të cilat nuk ndodhen rreth qendrës. Nëse do të vizitosh atraksione gjatë ditës, hyrjet variojnë nga 10 deri në 20 euro. Atomium për shembull kushton rreth 17 euro për të hyrë, ndërsa në shumë muze të tjerë duhet të paguash afërsisht nga 15 deri në 20 euro. Pra në total të duhen rreth 75 deri në 100 euro për të kaluar një ditë komode. Por nëse ecën më shumë, shman kurthe turistike dhe nuk futesh në çdo atraksion, mund të harxhosh edhe më pak euro. Ndaj këtë video me dikë që ka në plan të vizitoj Brukselin dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.